Sa i përket rrjeteve sociale, je kështu aktive heq, a je ma private, sa i përket në përgjithësi këtyre platformave online? Po, Erisa, përpos punës që e bëj si modele, tregova edhe më herët, Po. nuk jam shumë aktive. Preferoj me qëndru pak ma private përpos postimeve që kanë të bëjnë me punën temë. Po. Realisht nuk është që më ka pëlqy shumë ekspozimi i tepërt sa herë, prej që më bë me punu si modele, po tash normal që nëse je aktiv në rrjete sociale si këto që janë tash për shembull TikTok, Instagram, normal që ki audiencë ma shumë, ki unë me pas edhe diçka profitabile që të sjellë sukses në punë ose diçka, po nuk është që jam çaq aktive, sidomos vitin e fundit. Po mundona me ato të mijat, nëse kam diçka me shpreh me ndjekësit e me ose diçka, nuk nguroj normale shprehje. Një teknik për një grem ose një teknik për diçka tjetër, çka do të qoftë ajo, e shprehim. Po, pra edhe në këtë pjesë ma shumë je në modereme, tregosh pak ma themi strategjike në çka ndohen me audiencën, që nuk mendoj që është një diçka e keqe, dhe mendoj që një pjesë e jetës sonë prej secilit prej nesh, edhe unë pajtohna që duhet me mbetë private dhe nuk ka nevojë që gjithçka të jetë pjesë e rrjeteve sociale, po kuptohet kur e ke një profesion si tëndin, deshtëm apo s'deshtëm ke me gjetë vetën. Qoftë edhe nëse nuk poston vetë, po besoj që e gjen vetën, e shë vetën në platforma të ndryshme, në profilet e shumë prej këtyre kreatorëve, grimerëve ose bashkëpunëtorëve të tu në këtë aspekt. Gjatë kohës që ishe pjesë e Miss Universe Kosova, e përmende pak që ka qenë një sfidë kjo pjesa e gjykimeve edhe komenteve, çka do tjetër që është normale edhe gjithmonë janë pjesë e këtyre kompeticioneve dhe nuk e di pse ekziston gjithmonë kjo paradoksi apo ti paragjykojmë vajzat që janë pjesë e këtyre kompeticioneve, thujse që nuk kanë tjetër thojza talent përveç të qenurit e bukur edhe me marrë pjesë në kësi evente. Gjatë kohës që ishe ti në kompeticion, po besoj që keni pas me promovu edhe vetë në rrjetet sociale, që me tregu ndoshta mbështetjen për secila pushtetin e vetë. Si ka qenë komentet për ty në atë kohë? Je hasme komente online, i di që gjatë kohës të kompeticioneve një diçka që merr goxha shumë jehon është edhe ato hyrje që i bën për shtete, ka pas shumë edica ose temi meme që janë kriju me ato hapjet, ku ajo është thjesht një përfaqësim i vendit tënd dhe secila vajzë ka me bo atë shprehje për vendin e vet. Qysh ka qenë për ty ajo periudhë, si kanë qenë në përgjithësi komentet, a kanë qenë pozitive? Nuk ka pas komente negative edhe besomni që secila femër ose secili njeri në këtë rast me shku aty para ton aty në kamerave, para ton aty në njerëzve është emocioni që nuk përshkruhet do me thonë me fjallë. Edhe është emocion, mëre, është emocion, ti munosh me thonë emrin e shtetit tonë, do me thonë me boje hun atë që me javmor zemrën krejtve, është emocion i papërshkrushëm, kështu që komente për kur e kam prezentuar në shtetin tem Kosovën këtë rast, nuk kam pas asni koment negativ, asni memes, po edhe mu pas bo memes është që e kisha marrë shumë për zemër, se e di vetë që une që e kom kalu qatë emocion, do me thonë nuk mëj që thojnë da se se harroj, do me thonë atë audiencë për para dhe ti me shfaq që me thonë emrin e shtetit tonë nuk është pak. Po shumë e vërtet, duhet me qenë pa tjetër një emocion i veçantë edhe është një farë krenarie që mundesh me tash në këtë kohë, pas gjithë asaj historie që mbart vendi jonë, me pas qatë mundësi me thirë emrin e Kosovës para gjithë audiencët dhe para gjithë atyre shikuesve që po ndjekin prej gjithë botës.